Dashi. Sot, energjitë do të ndihen të fuqishme, duke të shtyrë të ndërmarrësh hapa të rinj me entuziazëm. Në dashuri, lër zemrën të udhëheq, një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Beqarët mund të kenë një takim të papritur me ditë që i mahni. Në punë, mbaj një qëndrim pozitiv dhe i hapur ndaj bashkëpunimeve të reja. Kjo mund të sjellë mundësi të mira. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj përpiqu të shmangësh shpenzimet e tepërta dhe të planifikosh për të ardhmen. Mos haro të kujdesesh për veten. Një shëtitje e gjatë ose një aktivitet që të mbush me kënaqësi do të ndihmojë të rigjesh qetësinë e brendshme. Ndiq instinktet, ato do të të drejtojnë në rrugën e duhur. Demi. Dita nis me një ndjenjë harmonike, duke të ftuar të shijosh momente të qeta me njerëzit e dashur. Një bisedë e sinqertë me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj, duke i dhënë shkëlqim ndjenjave. Në punë mund të ndjesh një val kreativiteti, mos hezito të ndash idetë e tua. Financat duken të qëndrueshme, por është koha e duhur për të planifikuar investime të zgjuara që do të sjellin përfitime në të ardhmen. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues do të jetë ilaçi i duhur për të çliruar stresin dhe për të rigjetur balancën e mendjes. Kujdesu për veten dhe dëgjo zërin e brendshëm, sepse intuita është aleati yt më i mirë sot. Lejoje veten të ndjek rrjedhën natyrale të jetës. Binjakët. Sot dritat e universit shndrisin rrugën tuaj me energji pozitive. Në dashuri, përpiquni të jeni më të hapur ndaj ndjenjave dhe të dëgjoni partnerin me zemër të hapur. Ky është momenti i duhur për të forcuar lidhjet emocionale. Në punë, një projekt i ri pritet të tërheqë vëmendjen tuaj. Keni besim në aftësitë tuaja dhe mos hezitoni të shprehni idetë. Financat duken të qëndrueshme, por është e këshillueshme të shmangni shpenzimet e papritura. Lejoni vetes një moment relaksi për të ndjerë ritmet e botës përreth jush. Me një mendje të qetë, do të jeni në gjendje të merrni vendime më të shëndeta. Kujtoni se koha që kaloni me të dashurit tuaj sot është e paçmuar dhe do të sjellë paqe në shpirtin tuaj. Daforja. Sot është një ditë e mbushur me emocione të thella dhe ndjenja reflektimi. Zemra juaj kërkon ngrohtësi dhe afërsi nga të dashurit, prandaj mos hezitoni të ndani kohë cilësore me ta. Në punë, aftësitë tuaj analitike do të shkëlqejnë, duke ju lejuar të zgjidhni çdo sfidë që ju del përpara me elegancë. Kujdesuni për shpenzimet dhe mendoni 2 herë para se të bëni blerje të mëdha. Një kursim i vogël sot mund të sjellë përfitime të mëdha nesër. Ndjenjat tuaja janë në harmoni me universin, kështu që dëgjoni intuitën tuaj. Në dashuri, një bisedë e hapur do të thellojë lidhjet dhe do të sjellë mirëkuptim më të madh. Merrni frymë thellë dhe ndiqni ritmin tuaj natyror. Luani. Sot është një ditë për të ndriçuar dhe për të shfaqur me plot vetbesim. Zemra juaj dëshiron të lidhet më thellë me të dashurit, ndaj kushtoni kohë për të dëgjuar dhe për të ndarë ndjenja të sinqerta. Në punë, energjia juaj magjepsëse do të tërheqë vëmendjen e duhur, duke ju hapur rrugë për mundësi të reja. Financat do të kërkojnë pak kujdes, shmangni shpenzimet e tepruara dhe mendoni për të ardhmen. Ndiqni intuitën tuaj dhe mos keni frikë të ndiqni rrugë të reja kreative. Kujdesuni për trupin dhe shpirtin tuaj duke gjetur një moment qetësie në mes të zhurmës së ditës. Lërini nga ndrat të udhëheqin hapat dhe mbani mend se besimi në vetvete është çelësi për çdo arritje. Virgjëresha. Mëngjesi sjell qetësi dhe një mundësi për reflektim të thellë. Sot do të jesh në harmoni me ndjenjat e tua, ndaj është koha e duhur për të shqyrtuar marrëdhëniet që kanë rëndësi. Një bisedë intime me dikë të dashur mund të ndriçojë shtegun e zemrës. Në punë, përpiqu të planifikosh dhe organizosh detyrat më delikate, pasi qartësia do të të ndihmojë të arrish suksesin. Një mundësi e re financiare mund të trokas në derë, por shqyrto me kujdes çdo detaj para se të marrësh vendime. Ndjenja e balancës midis jetës personale dhe asaj profesionale do të të sjellë një ndjesë paqeje dhe kënaqësie. Dëgjo muzikë të qetë për të ndihmuar mendjen të relaksohet dhe për të mbushur shpirtin me energji pozitive. Dëshorja. Sot, energjitë kozmike sjellin një ndjesë të thellë paqeje dhe harmoni. Përqendrohu te marrëdhëniet, një bisedë e sinqertë me një mik apo partner mund të zgjidhë disa mosmarrëveshje të vogla dhe të thellojë lidhjet. Në punë, ka mundësi të shfaqen projekte të reja që kërkojnë energji dhe vendosmëri. Mos i injoro idetë krijuese, ato mund të jenë çelësi për të bërë përshtypje. Financat duken stabil, por qëndro larg shpenzimeve të panevojshme. Kujdesi për shëndetin është i rëndësishëm, një shëtitje e gjatë mund të ndihmojë për të qartësuar mendjen. Gjej kohë për të reflektuar mbi qëllimet e tua afatgjata dhe lër zemrën të udhëheqë. Kujto se çdo hap i vogël që ndërmerr sot të çon drejt një të ardhmeje më të ndritshme. Akrepi. Sot, ndjenjat të thella shpërthejnë si dallgë të fuqishme dhe të udhëheqin drejt reflektimit.
Në dashuri, zemra jote kërkon thellësi dhe intimitet. Mos hezito të ndash mendimet dhe ndjenjat me partnerin, pasi komunikimi i hapur sjell afrimitet të ri. Në punë, një projekt i ri kërkon vëmendjen tënde të plotë. Kreativiteti juaj mund të sjellë zgjidhje brillante, ndaj mos e përmbaj veten. Financat duken të qëndrueshme, por bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Energjia e brendshme do të jetë e lartë dhe një ecje e gjatë në natyrë mund të ndihmojë për të qetësuar mendjen. Beso tek intuita jote dhe ndiq atë çfarë zemra të tholl. Çelësi është të mbash një mendje të hapur dhe zemër të ngrohtë. Shigjetari. Sot zemra juaj ndjen një thirrje për aventurë, ndërsa e ardhmja ju tundon me mundësi të reja. Në dashuri, lejoni ndjesitë tuaja të udhëheqin, duke i dhënë hapësirë partnerit për të shprehur ndjenjat e tij. Një bisedë e thellë mund të zgjidhë çdo paqartësi që keni përjetuar së fundmi. Në punë, qëndroni të fokusuar, por mos hezitoni të ndihmoni një koleg i cili kërkon këshillën tuaj. Kjo mund të forcojë marrëdhëniet profesionale dhe të hapë dyrë për bashkëpunime të reja. Financat tuaja po përmirësohen ngadalë, ndaj shfrytëzoni këtë moment për të menduar për investime afatgjata. Ndjehuni të qetë dhe të besuar. Intuita është aleati juaj më i mirë sot. Lëreni yjet ju udhëheqin. Britsjapi. Sot është një ditë për të ndjekur zemrën dhe për të dëgjuar zërin e brendshëm. Energjia pozitive ju rrethon, duke ju dhënë mundësinë për të lulëzuar në marrëdhëniet personale. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë qartësi dhe thellim në lidhjen tuaj. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë. Shfrytëzojeni këtë hapësirë për të ndjekur ide të reja. Financat kërkojnë kujdes të veçantë. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mbani një buxhet të rreptë. Harmonia e brendshme është çelësi për të përballuar sfidat e vogla që mund të hasni. Mos harroni të jeni i sjellshëm me veten, duke i lejuar vetes momente qetësie. Bashkëveprimi me natyrën do të sjellë rifreskim shpirtëror. Jetoni me pasion dhe kurajo. Ujori. Sot është një ditë e bukur për të thelluar në mendime dhe për të ndarë ide me ata që të rrethojnë. Një bisedë e hapur me një mit të vjetër mund të zbulojë mundësi të reja për karrierën, prandaj mos ngurro të japësh së mendimeve të tua. Për dashurinë, është momenti për të treguar vlerësinë ndaj partnerit edhe me gjeste të vogla që do të kenë kuptim të madh. Kujdes me financat, menaxho me maturi shpenzimet dhe shmang vendimet impulsive. Sot mund të ndjesh një ndjesë thellë qetësie shpirtërore dhe është koha e përshtatshme për të medituar apo për të bërë një shëtitje në natyrë. Beso në intuitën tënde dhe lejoje të drejtoj hapat e tu drejt një të ardhmeje të ndritur. Peshqit. Sot, energjitë kozmike të ftojnë të shijosh çastet e vogla që të ofron jeta. Në marrëdhëniet personale është koha për të qenë i hapur dhe i ndjeshëm. Një bisedë e sinqertë mund të çojë në një afrim të ri. Në punë, përpiqu të mos përfshihesh në konflikte dhe përqendrohu te detajet e vogla. Një koleg mund të kërkojë ndihmën tënde dhe kjo mundësi bashkëpunimi do të sjellë përfitime. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të mos bësh shpenzime të mëdha. Kujdesi për veten është prioritet, prandaj gjej pak kohë për të medituar apo për të shijuar një libër të mirë. Ndjenja e qetësisë do të të mbulojë nëse ndjek ritmin e zemrës dhe dëgjon intuitën tënde.